Këtë të shtunë zhvillohet seanca gjyqësore për verifikimin e kushteve të masës së sigurisë për zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe dy zyrtarët Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi. Balluku është paraqitur këtë të shtunë në ambientet e GKK-s, ndërsa ka qëndruar për rreth 40 minuta, ku do t'i komunikojë masa e sigurisë pezullim nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë vendit. Seanca është shtyrë për t'i dhënë kohë avokatëve të njihen me dosjen. Raportohet se Balluku nuk ka mbajtur asnjë qëndrim në seancë, vetëm i është përgjigjur pyetjeve procedurale të gjykatës mbi të dhënat e saj dhe ka pranuar përfaqësimin nga e motra, avokatja Pamela Qirko. Në seancë ishin edhe kreu aktual i ARSH-s Gentian Gjyli dhe drejtori kesh Eralde Lezi, të cilët u shoqëruan nga policia, pasi ndaj tyre GKK ka caktuar masën arrest shtëpie. Balluku dhe dy zyrtarët janë pjesë e procedimit penal të SPAK që lidhet me hetimet për procedurat e tenderave të tunelit të Llogaras dhe të lotit numër 4 të Unazës së Madhe të Tiranës. Sipas dyshimeve të prokurorisë, kontraktorët fitues ishin paracaktuar për të dyja tenderat. GKK vendosi masën e pezullimit nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë vendit. Për Ballukun, masën ndaj saj qeveria e ka çuar në gjykatë kushtetuese kërkesë e cila është regjistruar nga gjykata dhe relatori i çështjes është vendosur Sander Beci. Në kërkesën e qeverisë theksohet se vendimi i GKK-s ka krijuar një konflikt kompetencash ndërmjet kryeministrit dhe këshillit të ministrave, nga njëra anë dhe gjykatës së posaçme nga ana tjetër. Kryeministri Edi Rama në një konferencë të mbajtur të premten deklaroi se qeveria respekton punën e organeve të drejtësisë, por nuk mund të pranojë vendime që sipas tij tregojnë dobësi e një pushteti të ri. Ai e cilësoi rastin si unik në Europë, duke theksuar se nuk ka ndodhur kurrë që një gjykatë dhe një prokuror të pezullojë një antar qeverie.